komunikuar për largimin e Koçekut nga grupi? Keni patur komunikim me të? Shko, e para është për këtë çështje ua kam sqaruar dhe nuk dua t'i kthehem më komenteve për të ushqyer një telenovel që nuk pëlqen, një njeri që nuk di të respektoj ata që e kanë zgjedhur dhe dua t'ju them, personin fjalë e ka zgjedhur Partia Socialiste e Shqipërisë. Të dorëzoj mandatin Partisë Socialiste të Shqipërisë, se ja ka dhënë Partia Socialiste të Shqipërisë, nuk është një person i votuar drejt për drejti, dhe kur të votohet drejt për drejti, ka drejt dhe të përdori mandatin. Zoti Balla, në një postim në rrjetet sociale për të vijuar tek e njëjta tematikë me qenë se jemi, Mariana Koçeku ju akuzonte ju, pra drejtuesit e grupit, se në grupin parlamentar nuk pranohej mendimi ndryshe dhe nuk pranohej debati. Si përgjigjeni ju kësaj deklarate të saj? Nuk kam asnjë koment, sepse gjatë gjithë 6 muajve, 7 muajve, 8 muajve sa i bie, kam pasur vetëm falënderime nga deputetja për mënyrën se si e drejtojnë dhe grupin. Zoti Balla, sa e moralshme është që të merreni me protestuesit nga Partia Socialiste, kur paktën prej 13 vitesh, një pjesë e mirë e anëtarëve të grupit parlamentar të Partisë Socialiste kanë dalë me precedent penal e janë larguar nga ligji i dekriminalizimit. Pse kërkoni ta shkëputni vëmendjen nga thelbi i protestës